Me hirin e Zotit do të lexojmë tek Ungjilli sipas Lukës, kapitulli i 14 dhe paragrafi 15, shembëltyra e gostisë së madhe. Luka, kapitulli 14, nga paragrafi 15. Dhe njën nga të ftuarit, si dëgjoj këto gjëra, i tha: "Lum kush do të hajë bukë në mbretërinë e Perëndisë?" Atëherë Jezusi i tha: "Një njeri i përgatiti një darkë të madhe dhe ftoi shumë veta. Dhe në kohë të darkës dërgoi shërptorin e vet të thotë të ftuarvet: Ejani, sepse gjithçka tashmë është gati." Por të gjithë, pa përjashtim, filluan të kërkojnë ndjes. I pari i tha: "Bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh. Të lutem të më falësh." Dhe një tjetër tha: "Bleva 5 pend qe dhe po shkoj t'i provoj, të lutem të më falësh." Një tjetër tha akoma: "Mora grua e prandaj nuk mund të vi." Kështu shërptori u kthye dhe ja dëftoi të gjitha zotit të vet. Atëherë i zoti i shtëpisë, plot zemrim, i tha shërptorit të vet: "Shpejt, shko në përsheshet dhe në për rrugët e qytetit, e sill këtu lypës, sakat, të qalë dhe të verbër." Pastaj shërptori i tha: "Zot, u bë ashtu siç urdhërove ti, por ka vend edhe më." Atëherë Zoti i tha shërptorit: "Dil në përudhë dhe përgjat gardhëvet dhe detyroj të hyjnë që të mbushet shtëpia ime. Sepse unë po ju them se asnjë nga ata njerëz që ishin të ftuar nuk do ta shijoj darkën time." Amen, fjalës të Zotit. Një njeri ju afrua Zotit dhe i tha: "Lum kush do të haje bukë në mbretërinë e qiejvet." Pra kuptoi dikush që ishte në tërez me Krishtin, e kuptoi duke dëgjuar fjalën e Perëndis, duke folur me shembëltyra, mundësisht për vendet e para, sikur se thot pak më lart. Thot se lum kush do të haj bukë në mbretërinë e Perëndis. Pra e kuptoi se njeriu i lumturi është jo ai që fiton në këtë botë shumë, jo ai që ka gjërat e kësaj bote, por i lumtur është ai që do të hajë bukë në mbretërinë e qiejvet. Sepse këtu bukë njerëzore, frymërore nuk han, por ka marrë vendim të haj atje atë bukën frymërore të përjetshme në qiell. Dhe Jezusi, duke dashur të theksojë këtë shprehje që tha ky njeri, por na tregon edhe rrezikun se dikush mund ta humbas mbretërinë e qiejvet, thot këtë shembëltyrë të njohur të dasmës, të gostisë të madhe. Kjo thot shembëltyra e gostisë të madhe. Dhe i thot këtij njeriu, i drejtohet këtij njeriu që tha lum kush do të haj bukë në mbretërinë e Perëndisë, dhe sot na drejtohet të gjithëve ne. Thot Zoti: "Një njeri përgatiti një darkë të madhe." Darkë shumë të madhe. Përgatiti një darkë të madhe. Dhe këtë darkë ne e dim shumë mirë se është jeta e përjetshme. Është darka që përgatit Perëndia me anë të Jezu Krishtit dhe me kishën e tij për dasmën e qengjit me kishën, pra që është rrëmbimi i kishës. Dhe mundësisht kjo darkë, kjo gosti, është e profetizuar në Dhjetën e Vjetër në shumë pika, dhe para përgatitja e kësaj gostijet, do me thënë jeta e besimtarëve të kohëve të fundit, është e profetizuar në shumë vende. Do të doja për pak ta lexojmë, të shohim këtë përgatitjen që bën Perëndia të një kësaj gostijet, do me thënë të gostisë të madhe, që do të bëhet në ditët e fundit në malin e shtëpisë të Zotit. Lexoj tek profeti Isaia në kapitullin 25, paragrafi 6 dhe pastaj do të kthehemi përsëri.
Zoti i ushtrive do të përgatisë tërë popujve mbi këtë mal një banket me gjellë të shijshme, me shumë palc dhe me vera të vjetra dhe të zgjedhura. Pra një mal paraqitet këtu ku është mali i shtëpisë të Zotit, që është kisha e ditëve të fundit, të cilën e përgatit Zoti për një gosti, përgatit një gosti, një banket të pasur të bollshëm, thot këtu, të gjitha këto që thot këtu gjella të shijshme, me shumë palc dhe me vera të vjetra dhe të zgjedhura, janë të pastra dhe janë frymërore këto gjëra që na thot. Dhe do të shkatërrojnë mbi këtë mal mbulesën që mbulon të tërë popujt, po kështu edhe mbulesën e shtrirë mbi të gjitha kombet. Ç'është kjo mbulesë? Kjo është mbulesa e mosbesimit që ka vënë djalli mbi njerëzit. Dhe kur të dëgjojnë për Perëndin largohen, nuk duan të dëgjojnë. Dhe ka ardhur Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit ta heqë këtë mbulesë mbi ato që nuk besojnë. Dhe thot të këteta, do të shkatërroj për gjithmonë vdekjen, pra do të heq vdekjen. Dhe Zoti do të thaj lotet nga çdo fytyrë, do të heq nga tërë dhe u turpin e popullit të tij, sepse Zoti ka folur. Dhe thot të kënënt, atë ditë do të thuhet, njerëzit që besojnë, ja ky është Perëndia ynë, tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtoj. Ky është Zoti tek i cili kemi shpresuar të ngazëllojmë dhe të gëzohemi në shpëtimin e tij. Meqense se dora e Zotit do të shtrihet mbi këtë mal, pra prania e Perëndisë, ndërsa Moabi do të shkelet nën të ashtu si shkelet kashta mbi plehun. Pra bota dhe vullneti kësaj botet do të largohen dhe do të zhduken nga mali i shtëpisë të Zotit, ku është mali i shpëtimit që përgatit Zoti këtë kohra. Kthehemi tek shëmbëltyra e gostisë të madhe, thot se ka përgatitur një gosti të madhe Zoti në qiell dhe ka ftuar shumë, thot fjala e Perëndisë, shumë veta. Thot në paragrafin e 6, thot ftoi shumë veta. Dhe dikun tjetër na thot se shumë janë të ftuarit, por nuk ndalon me kaq, por thot pak të zgjedhur. Dhe përfundimisht ato që do ta shijojnë nuk janë të ftuarit, pra të shumtit, janë të ftuarit dhe të zgjedhurit së bashku. Janë njerëzit të cilët morën ftesën nga Perëndia për jetën e përjetshme, do të thonim sot se u rilindën, gjithashtu Zoti i pagzoi dhe me frymë të shenjtë, ndryshoi jeta e tyre, ecën me Zotin sepse Zoti i vizitoi, i fali mëkatet e tyre, e njoftën Zotin dhe ndoqën Zotin. Por të zgjedhurit tham janë ato që do të qëndrojnë deri në fund besnik në Perëndin, deri në fund. Dhe kemi thënë vëllezër dhe motra se koha i provon të gjitha. Provon koha besimin ton, vendimin që të veprosh dhe të shërbesh në veprën e Zotit, i provon koha. Për këtë arsye gjithmonë shkojmë të përulur, të qetë, i afrohemi Perëndis pak nga pak dhe Perëndia na ndihmon dhe na ngren. Por thot këtu fjala e Zotit. Pasi i ftoi, u dha ftesën, thot tek 17, dërgoi shërbëtorët e vet, tu thot të ftuarvet në orën e gostisë. Pra po afrohet ora e gostisë. Vëllezër dhe motra, po vjen ora e gostisë. Po vjen momenti që do të bëhet gostia e madhe. Dhe Zoti çfarë bën? Dërgon shërbëtorët e tij. Kush është shërbëtori vet? Është Krishti, është fjala e Krishtit. Fjala, ky ungjill do të predikohet në të gjithë botën dhe pastaj do të vijë fundi. Shërbëtorin e vet, pra dërgoi Krishtin. Sepse janë edhe shërbëtorët e të ligut, të cilët e kundërshtojnë Perëndin, i nënshtrohen djallit dhe veprojnë sipas vullnetit të djallit. Por janë edhe shërbëtorët e Perëndis, sikur është këtu shërbëtori i Perëndis që është Krishti. E dërgoi në orën e gostisë, pak përpara se të bëhet gostia. Tjetër mision ky, mision i predikimit të mesazheve të ditëve të fundit, se Zoti
është gati të bëjë rrëmbimin e kishës, se gostia është gati që të thot të ftuarvet. Që t'ju thot të ftuarvet, shikoni se që thot, gjithmonë ju flet Perëndia të ftuarvet me fjalë ju flet. Dhe gjithë të ftuarvet që ju a ka dhënë ftesën, ju thot një fjalë. Thot ejani sepse të gjitha janë gati. Aleluja. Ejani sepse të gjitha janë gati. Kjo që thot ejani është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë dhe ta shohim mirë. Ejani, do më thënë, përgatituni. Ejani do të thot rini zgjuar, do më thënë, zgjohuni nëse jam i fjetur. Do më thënë shif drejt qiellit, sepse po shoh vetëm për tokë. Zgjohu, përgatitu, erdhi ora e gostis, thot Zoti, dhe mundësisht ejani, ju thot të gjithë të ftuarvet, pavarësisht, më falni, tham se flet me fjalën e tij Perëndia, por flet edhe me çështjet. Ai shef çështjet ose gjendjet rreth e qark, e shef se çfarë po bëhet në faqet dheut. E shohim se si sillet bota, se si bëhen luftrat, se si ka tronditje, turbullira, se si s'ka më moral, se si ekziston sot mëkati ku është, i shohim të flet Perëndia me këto gjëra, duke parë këto gjëra, është na flet Perëndia. Ajo që bëhet tani në lindjen e mesme, le që vite me radhë bëheshin gjendje të ndryshme, por tani bëhen gjithnjë dhe gjendje më të vështira, më të këqija, siç i shohim se çfarë bëhet. Ky është zëri i Perëndis. Ejani thot sepse darka është gati, të gjitha janë gati. Dhe do të thoshte ndokush, këtë prisnin të ftuarit. A, Zot, gati janë, po, amen. Dhe të gjithë marrin ftesën që ju a ka dhënë Zoti në dorë, vën edhe rrobat e tyre të mira, zgjohen nga gjumi i tyre që mund të kishin dhe janë gati të shkojnë të takojnë vendrin. Aleluja. Këtë nuk do të prisnim, por ja që nuk është kështu, vëllezër dhe motra. Disa njerëz nga këto të ftuarit, dhe kam frikë, vëllezër dhe motra, zemrën time, të vërtetën ju them, e kam frikë zemrën, dhe mendoj se kjo frikë është e mirë, sepse kjo është frika e Perëndis që do të na bëjë të bashkohemi më tepër me Zotin. Dhe na i thot Perëndia këto që të ruajmë zemrën tonë, sepse sikur se u a thot, vazhduan thot të gjithë me një fjalë të heqin dorë. Dhe shikoni se si u habit shërptori i Zotit, ju ka dhuruar një ftesë, sikur t'ju thoshte Perëndia, ju kam dhënë ftesën, dhe mundësisht një ftesë të larë me gjakun e Krishtit. Dhe vazhduan të gjithë me një zë të heqin dorë, dhe si heqin dorë, se nuk besojnë në Perëndin, se nuk ka Perëndi, jo, nuk heqin dorë kështu, nuk bëjnë një veprim të tillë, por bëjnë këtë, si që thot, që mendon djalli t'i bëjnë të krishterët të flejnë, t'i u thot se nuk është e nevojshme të shkosh në kishë, një herë në javë mjafton, s'është nevojë për ditë, s'është nevojë të mbushesh me frymë të shenjtë, mirë, mjafton edhe 5 minuta atje në lutje ku je, mjafton. S'është nevojë të lexosh fjalën e Perëndis, s'është nevojë, e dini ke mësuar tani, ka vite që i ke dëgjuar. Merru me punën tënde. Vrapo andej dhe këdej, shko në tokat e tua, shif çfarë bëhet rreth e qark teje, tani gjithçka që bëhet tani, ushtua, nafta, benzina, shikon të gjesh një punë të dytë, të tretë, si do të mund t'i paguash nevojat. Krishti ka për të të ndihmuar, vëlla dhe motër, mos dëgjo armikun e shpirtit, e humbe besimin tënd, sepse shef se ç'bëhet rreth e qark tejet, shif në qiell. Shif Zotin, aty nga ai do të vinë ndihma jon.
Në tokën e Egjiptit ekziston edhe toka e Goshenit, e beson. Le ta përjetojmë këtë dhe nëse nuk e besojmë, Zot na e shto besimin se të dobët jemi. Kështu Hoqendor thot, i pari tha, bleva një arë. Më duhet të dalë dhe të shkoj ta shoh. Shikoni, bleva arë. Punë, këto janë punët, shumë punë. Mos thuaj se nuk ka shumë punë sot. Dhe me të vërtet, shoh edhe tek të rinjt veçanarisht, të cilët kërkojnë që të mbulojnë nevojat e tyre të kësaj jete, të gjejnë dhe punë të dytë, mbas edhe punë të tretë ndonjë çift, bëhet. Përse që të mbulojnë nevojat e tyre. Por këtu është pyetja se cilat janë nevojat tona. Mos nevoja i quaj dëshirat e mia që dua të marr një telefon të fundit apo një laptop që nuk e kam edhe kaq të nevojshme, por e dua të kem më të shtrenjtin dhe e quaj këtë nevojë dhe bëj punë të dytë dhe punë të tretë që të mbuloj nevojat e mia, apo dua të blej një makinë të shtrenjtë. Po për makinën përse e ke? Që të lëvizim nuk e kemi, e dua të shtrenjtë. Dhe që të marr makinë të shtrenjtë, do të bëj punë të dytë. Dhe do të humbësh kishin kështu. Nuk do të mund të vish as të hënën, as të njëjtën, as të premten, po për do të kem makinën e re të mbuloj nevojën time. Kjo është të heqim dorë, vëllezër dhe motra. Le pra kështu shqetësimin e kësaj jete dhe punën këtu, sikur se tham për këtë njeri që bleu arë, se kam nevojat e mia. Dhe thot fjala e Perëndis. Sa e dukshme, sa e thjesht dhe sa e qartë është fjala e Perëndis. Të kemi, thot, të kënaqemi me ushqimet, me shtrojat dhe me mbulojet tona. Të kënaqemi me aq sa kemi. Kështu na thot fjala e Perëndis. Por nga që koha që jetojmë tani është e mbushur nga nevojat, nga dëshirat të ndryshme që shohim në telefonat, në televizoret, në reklamat, njeriu i krishter nga të rrohet, lën zemrën e tij që t'ja mbush djalli me gur dhe të mos mbetet një tokë e pastër që të bjerë fara Perëndis dhe të zëjnë atë. Kam nevojë, shef vetën e vet, Kam nevojë, nuk kanë nevojë vëllezërit e tu. Nuk kanë nevojë të tjerët rreth çaktejet. Jo, unë kam nevojë dhe duhet të mbuloj nevojat e mia. Duhet të dal të shkoj dhe ta shoh. Dhe që të dal të shoh arën time, do të largohem nga prania e Perëndis. Sikur se shohim, njeriu harrohet të shkojë tek Perëndia. Del nga aty që e ka vënë Zoti. Dhe çfarë bën? Del të shkoj të bëj të tjera gjëra jashtë vullnetit të Perëndis. Të lutemi, thot, është edhe i kulturuar, të më falesh. Tek 19 tjetri tha bleva 5 pend qe. Dhe po shkoj t'i provoj 5 pend qe. Unë i bleva, kam pasuritë e mia, ato që janë të mia si pasuri, dhe dua të shkoj t'i provoj. Dhe nga që nuk mund t'i provoj njëkohësisht me kishën dhe me praninë e Perëndis, i lë gjërat e Perëndis dhe shkoj tek pasuritë e mia. Dhe i gjithë kujdesi im kthehet tek pasuritë e mia. Dhe janë të krishterë, mos ndodh kjo të jemi dhe ne, që i gjithë kujdesi i tyre të jetë tek pasuritë e tyre. Si do t'ja bëj kësaj, si të marrë këtë tjetrën, dhe ju kujtohet ai njeriu i pasur që ju shtuan pasuritë e tij. Mendja e tij ishte tek ato pasuri se si të t'i fuste në hambaret, sepse duhej të bënte të ris, nuk e merrnin të vjetrit që kishte. Dhe në atë darkë, thot, demonet vajtën dhe i kërkuan shpirtin e tij. Pra erdhi fundi i tij, pa apritur. Vëllezër dhe motra, përpara pak ditësh, vdiq në lagjen tonë një lagjar shumë i afërt me ne, nuk ishte shumë i madh, ishte njëri i ri në moshë,
rreth 64 vjeç ishte, iku pa pritur. Dhe dëshmon një komshi tjetër se një javë përpara i thoshte se unë do të jetoj 120 vjet. E të mërshme është kjo, unë sigurisht që unë mërzita sepse nuk i kisha folur për Krishtin. Të flasim për Krishtin, vëllezër dhe motra, sepse nuk e dim se ke ka Zoti fundin e gjithë secilit. Por çfarë dua të them me këtë? Bëjmë shpesh herë plane për të ardhmen, dhe për të ardhmen shumë të largët, i gjithë kujdesi jonë bie aty dhe kështu humbasim se sot mund të bëhet rrëmbim i kishës dhe të lavdërojmë Zotin. Aleluja. Ma nuk do të bëj plane, do të bëj, por planet e mia nuk do të jenë në kurriz të marrëdhënies time me Perëndin. Ftesa që mu dha nga Perëndia duhet ta mbaj të gjallë, të pastër përpara me jetë. Gati zemra ime të takoj të dashurin e shpirtit tim në atë orë që do të më thras. Dhe dikush tjetër tha se u martova dhe s'ka mundësi të vi, sepse janë kaq të nevojshme nevojat e mia, nuk mundem. Përse? Sepse u martove. Sepse u martove dhe të lësh Zotin, më tepër tek Zoti. Dhe çfarë bëri Zoti? Thot sheptorit të dale jashtë në për rrugrat, të dale në për udhkryqet. E dini se sa udhkryqe ka jashtë në botë? Të shumta janë. E gjithë bota në udhkryqe është. E gjithë bota janë të qalë dhe të verbër. Kështu nuk ishim edhe ne në botë për jashta. Të verbër dhe të qalë ishim. As të ecnim mundnim dhe as të shifnim nuk mundnim. Frymërisht flasim. Por erdhi drita, erdhi Krishti. Dil thot tek të qalet, tek të varfrit, tek të verbërit. Jo tek të verbërit fizik, por të verbërit frymërisht. Le të shohim, vëllezër dhe motra, shpirtat të shpëtohen në kohët e fundit tani dhe të lavdërojmë Zotin. Tani ditët e fundit kanë ardhur 3 të rinj në rinin, nga bota kanë ardhur, që janë nga 16 vjeç deri në 23, 24. Dhe gjithë këtë djem kanë ardhur sepse një i ri ju dëshmoi atyre dhe ju foli për Zotin. Aleluja. Do të mbushet nga të ftuarit shtëpia e Zotit, do të mbushet, sepse Zoti do të mbush vendin që ka përgatitur për sa keq të vinë të ftuarit dhe unë të jem përjashta. Dhe ti të jesh përjashta, jo mos ndodh kjo. Të marrim vendim sot, të mohojmë të gjitha gjërat e kota që na vjedhin kohën, që na vjedhin zemrën tonë, që na vjedhin lidhjen tonë me Perëndin dhe t'i afrohemi Zotit. Dhe kur t'i afrohemi, do të na afrohet edhe ai ne, do të ndreq përsëri zemrën tonë ta bëjë të re, ta shndërroj, të shemb gjërat, dhe fryma e shenjtë do të përgatisë vendin në atë orë kur dëgjohet boria, dhe kjo është orë e afërt. Aleluja. Të qohemi dhe të gjendemi në praninë e Zotit duke u lutur. Amen.